shikoj edhe dikush kish respekt e bandet, kishte shkruajt disa pyetje. Step është mëkat me ja kthy nonës fjalën. Shiko, nonës me ja kthy fjalën është mëkat, jo vetëm nonës, edhe babës, edhe të gjithë njerëzve që nuk i arsye për me ja kthy fjalën. Nëse ke mendu me ja kthy fjalën me bërtit, mi thonë nonës, jo, kështu sa është, ti si e normal, ti kështu, ajo është mëkat. Po nëse ti don m'ja kthy nonës fjalën, se nona thot për shembull, djali jem, faleminderit Pantera, djali jem, hajde shko ma ble një shampanjac aty, deri te marketi. Ama s'po thot, blema pak buk, një buk edhe një shampanjac. Normal që ti, pejgamberi na ka thënë 14 veta, ose naj piv birapeja që i thënë. 14 veta janë të mallkuar, edhe ai çka e blen, edhe ai çka e mjell rushin për mu bë trung edhe hardhi edhe për me dhënë rush, edhe ai bujku është i mallkuar që e mbledh rushin edhe e çon në fabrik për mu bë raki. Kështu që nonës, babës, normal që ti kemi ja kthy fjalën, po kemi pas respekt. Intonacionin nuk bën me ngrit zonin më shumë se zonin e nonës. Kur të fol me nonën tënde, duhet me kqyr në sy. Edhe nëse nuk pajtohesh për diçka, duhet me kqyr në sy, e jo nona po fol me ty, ti po e kqyr TikTokun, laptopin, apo ku ta di unë. Por me ja kthy nonës fjalën për diçka që nuk pajtohesh, nuk është problem. Mirë po me rëndësi është që Zoti në surën Lukman në Kur'an ka thënë, pas adhurimit të Zotit është respekti ndaj nonës edhe babës. Kështu që është e kotë nëse ne falim namaz, nëse na shkojmë në haxhillëk, po nëna juj nuk është e kënaqur me juve. Por ka pas raste në kohën e profetit Muhammed, një djalë kalon në islam, e pranon fen islame, dhe pastaj kur shkon te shtëpia, nona e vet ka qenë idhujtare, nuk i ka besu Zotit, dhe ajo e sheh djalin e vet që po e adhuron Zotin, po e fal namazin, ajo po ja merr atë sejadën ku e bën namazin, më fal një shprehje, po ja urinon. Ky djali e merr atë sejadën edhe vet, e merr lane, e qet në dielli, prapë e merr tjetrën se gjade, fal namazin, mirë po nona vetë për mja hub koncentrimin, ato në Arabi e kanë adet flokët, e keni pa kur ka shku Trumpi në vizit, qësh ja kanë qitë misafirit, ato vajzat duke luhat kështu kokën, flokët, kjo është tradita jo islame, po para islamit, edhe kështu i kanë prit misafiret me vajzat e mitura, si që kanë prit edhe Trumpin. Edhe çka bën nona e këtij djalit që ka kalu në islam, e ka pranu profetin Muhammed, e ka pranu Allahun si Zot të vetëm, ai e merr kokën edhe kështu i del para namazit për m'ia prish namazin. Faleminderit bosi. Dhe për m'ia prish namazin, mirë po ky djali mas namazit i thot, oh nona jeme, oh shpirti jem, oh syni jot, syni jem. Do më thënë, ai nuk u ka pajtu me nonën e vetë për çështjet e besimit, mirë po për çështjet e dynjas, ai prapë ka dëgju Kuranin edhe ka bërë respektin maksimum ndaj një none shumë pa besimtare. Një ditë, ma nona lodhët, tu ja prish namazin, tu i fol keq, djali tu ja pudh dorën, tu ja budh synin, ballin, nona jem, shpirti jem, ama në namaz, nuk e ka leju ajo me ju përzi. Edhe një ditë thot, a bën me mqute qaj njeri jot që po të mëson ty që shtu? Thot, po nëna jeme, hajde shkojmë. Ku shkon të pejgamberi sallallahu alaihi wa ali, edhe i thot, kush je, thot ti? Thot, unë jam Muhamedi, i dërguari i Zotit. O, urnoti, po thot, ti kush je? Thot, unë jam nona e këtij djalit. Thot, po thot, kjo nona e vet. A ti thot që ka që po e mëson? Jo, para se me pyet nona vetë, këj thot, o lumja ti qfar djalë të mirë ke ba. Ty Zoti ka me të shpërbly,
ti ki me pas shumë jetën e lumtur, ky djali jot nuk guxon me ta kthy fjalën, ky djali jot duhet çdo ditë me ta puth dorën, ballin, ky djali jot duhet me të shërby, a kina janë kesh prej djalit tan? Tash kjo i dhujtare. Thot unë gjithë këto të këshia, thot jo, thot unë gjithë këto të këshia pja boj këti djalit, ky pra po sillet mirë me mu, do me thonë që ti po e mëson këta. Thot jo, neve na mëson Zoti, nuk na mëson llati edhe uzati që janë kanë zotnat e tymve, po neve ai Zoti, Ilahi, Allahu na mëson se mas besimit në Zot, numër 1 është respekti ndaj prindërve. Surja Lukman, ajeti 12-13, më falni nëse gaboj, që aty dikun mundeni me qetë surën Lukman, që është obligative mas besimit Zot respekti ndaj prindërve, por kur është në punët e dynjas, normal që ndonjëherë kimi ja kthy fjalën, kimi rregulluja do gjana, sepse edhe prindrit mund të gabojnë. Ata edhe nonën e vete ofendojnë e motër, po e vërtet është sepse rinia sot janë të mvarur, qoftë nga narkotikët, qoftë nga telefonat, qoftë nga epshet e tyre, qoftë janë të mvarur prej lloj-lloj gjanave të këqija, janë të ndikuar prej lirisë së shfrenuar, prindrit nuk i kanë mësu edukat, sepse baba i ka bërtit nanës, e pse djali vajza mos me ngrit zërin ndaj nanës. Ata e fundojnë nanën babën sepse qashtu e kanë pa që nana i bërtit babës, normal që ai fëmia babën e urren, pse nana ka qajt e tjera, ose e kundërta, fëmia e urren nanën pse po fol keq për babën, sepse kur të rritet, ai fëmia e kupton kush ka qenë bash fajtori. Prandaj për këtë arsye na duhet Emine Hotit që i ka thënë Tigri, pra na duhet me qenë durimtar si prindër që jemi, sepse nëse s'kemi mund me i eduku na si burre grue, si nonë dhe bab, për atë arsye pejgamberi ka thënë edukoni fëmijët e juaj 20 vjet para lindjes. Edukoni do më thënë 20 vjet para lindjes, kjo që i bie që ju kur t'jeni të moshëritur, pra kur t'hynin martesë moshën 20-25 vjeçare, ju veç është deshtë me kriju atë relacionin si mu sjell me veten. Prandaj normal për çështjet e dynjas duhet më ul me u konsultu, a për çështjet e ahiretit, namazit, thot nana pse e ke qit shamin, pse po fal namaz, pse hajde shko blema naj bir, ose hajde me mu po shkojmë në deti, ose aty këtu, ja, më fal nana jeme, po nuk mundem për gjanat që Zoti nuk është razi, nuk mundem me të ndihmu. Pse prehet kurbani për Zot? Është sakrificë, ka met qysh nga koha Ibrahimit a.s. Gjithmonë është bë, edhe tash prehet kurbani, kur bëhet kurban Bajrami, ai mishi i tij duhet munda për fukara, edhe Zoti nuk e lejon që gjaku i fëmijëve tanë për 1 vjet me u derdh për ndonjë komunikacion, aksident e tjera. Ajo e mbron, pra, me prej kurbanin, me adhon mishin fukarave, me ushqy fukarave, është sadaka. Gjithashtu kurbani prehet edhe kur lindin fëmija, 1 apo 2 sa keni mundësi, edhe e preni kurbanin me njëherë mas 1 jave, edhe duhet me dhënë atë kurban, vetëm një dark me majt për veti, ose me thirrë mysafir, dhe mishi tjetër çka mbetet gjys kurbani për shembull, ja jep fukarave, e jo veç me hangër vetë ata komplet. Kjo është shumë e rëndësi, kurbani e mbron familjen, akika i thënë tek muslimanët, deri në momentin kur ai rritet për me fitu vet dinarin, edhe o begi, ku je me begi? Mos i trego ti alla ine.
Kështu pra, dikush pyeti një pyetje interesante, pse hajmë hurma? Hurma në Ramazan hajmë në iftar, ka pyet, pse hajmë në iftar? Sepse organizmi 12 orë sa zgjat agjërimi gjatë ditës, ai bëhet pasiv, edhe lukthi, edhe organet tjera, në atë ditën jemi nuk hajmë, nuk pim, bëhet pasiv. Dhe hurma ka glukosë. Dhe kur shkon glukoza në lukth, ajo i aktivizon të gjitha thartinat për me shpërbë atë hurmën që shkon në lukth, edhe prej lukthit ajo aktivizon gjakun, edhe fillojmë me na u zhvillu, pra me na u aktivizu organet e trupit. Mirë po është edhe mirë me fillu jo me ushqime të ngurta iftarin, por me ushqime të lëngta, pra si që thash uji, një gotë ujë edhe hurma, e pas asaj mirë kishte me qenë me pas supë, sepse supa e aktivizon krejt organet e trupit. Mirë po, para prakisht, nëse nuk keni hurmë, e merrni një lugë e merë për shembull marmelat, çokolat, qose s'keni hurmë, po është shumë e rëndësi diçka ëmbël me ngran para iftarit. Besoj se e more pse ekzistojnë sehiret, kanë ekzistuar sehiret, magjit, në surën Bekara ajeti 102, kanë ekzistuar në kohën e Sulejmanit a.s. Pastaj kanë qenë edhe magjistar shumë të fortë, dhe Zoti i ka dërgu për ndim Harutin edhe Marutin që t'i ndihmoj Sulejmanit a.s. që mos t'i lejoj efektin e tyre tek njerëzit, sepse magjia nuk është ma e fortë se fuqia e Zotit. Mirë po, tek njerëzit e dopt, të cilët në vend se të konsultohen, përpara gjyshet i kemi pas psikologe, e sot kemi psikolog, në vend se të konsultohemi me psikolog, na shkojmë të hoxha me na bë rukje, edhe me na këndu Kur'an, me keq përdor pa nevojë, se ka njerëzit që nuk e kanë ni kur Kur'anin, edhe kur ta nin atë zonin e lëshuar me antiparlant, fillojnë mu çmend, edhe këta thënë, që gjinët pjanë zerë, krejt ato jenë gënjeshtra, nuk ekzistojnë ato në Islam. Kështu që kanë ekzistu sehiret, mirë po, sot ekzistojnë vetëm të ata që i besojnë. Une nuk i besoj, me mi pru krejt magjistart e botës në qëtë dhamë, une nuk i besoj. As pejgamberin nuk i ka zonë, nuk i besoj edhe nuk i frigohem, as profetin Muhammed kur nuk e kanë zonë magjit, po ajo është një shpifje e jahudive, të cilët pastaj e kanë shkrujt në hadith, sepse t'i shkon një pejgamber që e kapin sehiret, atër qfar profet qenë ka ai? Kur sehiret nuk mundin me kap shpirtin e pastër, shpirtin pozitiv, ve as trupin e pastër. E kush ka mund me qenë ma i pastër se profeti Muhammed? Sot, une që s'jam as profet, s'jam kërkushi, po kam abdes, rri me abdes, edhe kudo që të shkoj, mu sehiret nuk më kapin. Ajo është vetëm mendimi negativ, si kur ti thush, çka u pas ke verdhu, a smutje, edhe ai bëhet smut. Do me thonë është ai efekti placebo. Efekti placebo është kur dikush ty të bën vezvese, ti për shembull je në depresion, je në ankth, ki probleme, diçka nuk të ka shku puna mirë, me atë fejumën, apo me burin tonë, bla bla bla, ose nuk e don, edhe çka me bo, hajtja qesune se ireve fajin. Kjo është absurde, nuk duhet kështu kërkush me vepru. Edhe çka bon ai njeri dopt, ai vjen dikush mysafir, e sheh djalin që është në depresion, është pra ka ndaj problem,
andej këdej, edhe ma në fund çka bonaj, edhe thot dikush thot bre, po më duket që djali jot pas ka sehire, pas ka magji, edhe që magji kam, edhe kështu pa lidhje shkoj. Sihiri është hak, po sihiri amo veseli, sihiri është hak për njerëzit që i besojnë. Hak çka do me thonë, është i vërtet për një njeri që nuk e din të vërtetën. Hak. Ndërka që profeti Muhammed, paqja e Zotit, qoftë mbi ta dhe familjen e tij, na ka mësuar se kur ja kanë lidh 11 nyje gratë e këqija, Zoti i thot, o Muhammed, shiko që ato gratë e këqija janë ka t'i lidhin 11 nyje dhe po frynë në ato nyjet prej pejit, konopit, litarit, edhe janë duke frynë atë litar, me qëllim që t'ja marrin gojën, profeti mos të folë për fjalët e Zotit, po thot ato gratë e këqija, tha po të frynë, po thot merri ti në për këto 11 nyje, po t'i jap 11 versete, që do me thonë, Bismillahirrahmanirrahim, kul udhu birabil felek, min sharri ma halak, ve min sharri gasikin idha waqab, ve min sharri nafathati fil uqad, ve min sharri hasidin idha hasad. 5 ajete, edhe tjetra është kul udhu birabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min sharri vesvasil hannas, alladhi yuveswisu fi sudurin nas, min el jinnati wan nas. Pra, o Muhammed, merri që ato 11 nyje që po t'i fryn, lexoj këto 11 ajete, edhe kur gjos mundin me të bëj ato se jam forca, është Allahu, e jo sehiret. Sehiret i besojnë vetëm njerëzit e dobët, sehiret i kap ajo energjia negative, gjini, jo sehirja, po gjini i kap, shejtani i kap njerëzit që janë të papastër, njerëzit që në kimja e trupit, në sjetulla dhe në vende tjera e rritet ma shumë se 1 centimetër, ata e kanë me veti sikur se kimën e derrit. Është një hadithi i profetit, prandaj njerëzit që nuk majnë pastërtinë e trupit, pastërtinë e gojës, pastërtinë e veshit, jo gojën me la, me brush e me kalladan, po pastërtinë e gojës nuk flasin fjalë banale, fjalë të ndyta siç ka këtu disa. Prandaj veshit, pastërtinë e veshit, nëse dikush vjen edhe ta bjerë një thashe thonme, mos e merr, mos e ndëgjo, ose po hub kohë, pe sheh një thashe thonme për filonin, për shembull në portale këtu, edhe po thu për shembull Adelina, ku ta di unë, çuçi pa Leonora Jakupi, bla bla bla. Çka po më intereson mu për thashe thonmet e gazetarëve? Hiç, kaloj, nëse ki diçka me marrë në mësim, sepse edhe përmes notebookve, përmes tabletëve të ndryshëm, iPadave ju mund të lexoni libra, mund të lexoni gjëra të mira, prandaj ruani veshët e juaj nga papastërtia, dhe kur s'kan njozon sehiret, që janë të forta ato, sepse ti gjon që atje me audhu billahi minesh shejtanir rajim. Denis aleikum selam. Faleminderit time. Prandaj mosu bani vezvese. Njëherë ka qenë një vjehër dhe ka pa që nusja dhe djali shumë po e dojnë njëri tjetrin. Dhe mirë po vjehrës nuk mi pëlqen hiç nusja. Edhe ka një kjo vjera që njeri po mund ka mu bo edhe vezvese prej magjive. Ka shku fistonin vellën, ja ka prej me gëshan, disa pika ja ka bo. Mas ja 2-3 mujve. Dhe pastaj ka shku, ka dëgju që për mi bo dikujve sehire, duhet mi pas kimet e flokve, thojt, palavra, nena, ka marrë thojt e veta, ka marrë kimet e flokve, bla bla bla, ka dëgju vjera se duhet mi shtin një stëk, duhet mi shtin nër pragin e shtëpi, si zakonisht ku i gjajnë njerëzit këto sehiret, këto rrenat,
edhe ajo shkon I qet aty në Prag, nusja ato e pastru dhomën e vet me thith se e sheh që diçka ka dalë një letër e bardhë prej nën Pragit asaj, edhe kap ato të dridh, thoj, oj, no e vjerë, thot, shiko, thot, me kum gjet një hajmali, ajo më tash, edhe fustonin e kum ma kanë prej, edhe kur flenë e sheni hajmalia, ja shpon kokën, edhe qelja stëkin e she atë hajmalina, atë kërkritja ka bo vjera vetë, ama jo që I ka bo magji, po veç ja ka fut në për qëto vende, edhe mandej arrit me da nusën prej djalit. Qëtë shumë probleme që I ka bo, djalit edhe nusës, veç pse se ka dash nusën, edhe nusja kështu pra me qëto paranojat e saja, me ato efektin placebo, e ka marrë dhe onda prej burrit. E pse nuk kemi mujt me ja pa ftyrën Allahut apo profetit? Shiko, ftyrën e profetit ja kanë pa ata të cilët kanë jetu me ta. Mirë po, me ja pikturu ftyrën e profetit, e kanë ndalu vetë profeti Muhammed, për arsye se mos ta bëjnë si Zot, qysh e kanë bë Jezusin, do më thënë me fotografi, me sen, në atë kohë. Po vetëm ftyra e profetit është ndalume, ndërkaq ftyra I Imam Husejnit, Imam Aliut e tjerë, janë disa që simas e kanë mundin me pikturu, simas fjalëve që tregojnë si u ka duk profeti e tjera, ose Imam Aliu, si u ka duk, çfarë hunde ka pas, sa ka qenë I gjatë, simas fjalëve kanë mund me përshkru. Pra, profetin e kanë pa njerëzit, profetin e shohim na, e shohim ndër, edhe unë kur e lexoj librin për profetin Muhammed, unë me njëherë parasyve, prafërsisht, që shtot e ka pas një ftyrë si të bronzit, nuk ka qenë zeshkan I bardh ka qenë, po pak si të errët, e ka pas ftyrën, vetullat si kur hana, I ka pas trasha, me një pamje shumë të ndritshme, e tjera, na mundëm me Allahu da ka kriju neve, ajo është makrokosmos, ne jemi mikro, a mund është ti mi pa qelizat e tua në trup, mrenda në tëndin? Jo, s'mund është mi pa. Prandaj Zoti me këtë dioprin e synit ton nuk mund ta shohim na. A keni pa bibreci edhe ai ndoshta ka insekte që kanë sy, një po dioprin, ato s'mundin me pa ma shumë, sikurse kur shikon ti prej aeroplanit naltje, e poshtë të duket livadhet shumë të vogla, mikro, shumë të vogla, ndërkaq ti je me një aeroplan shumë të madh, po prap nuk mund t'i shohësh. Ndërkaq Zoti na ka kriju neve që me këtë sy s'mund ta shohim. Por Zoti I thot, unë jam në zemrat e juja, mos shtini tjetër kanë në zemër tënde. As shpin, as djalin, as burrin, as gruan. Kërkon mos e shtin zemër tënde, se Zoti thot, unë e largohem nga jo zemër. Prandaj, Zoti thot, unë jam afër jush sa damari I zemrës, dhe unë jam në zemrat tuaja. Prandaj, të lumët ata të cilët nuk janë të çmendur, mas pasonis, nuk mundemi, ftyrën Allahut me pa, nuk mundemi, sepse ai nuk është qenje si na, nuk është prej mishit, prej eshnave, ai është vetë krijuesi, ai është frym, a ke pa bicikle, ku që I ka ato telat, ti kur është bicikla duke ndetur rrota, ti ja sheh telat, po kur të hec, vetëm një mjegull shihet. Prandaj edhe Musa a.s. në malin Sina, kur ka hyp aty, edhe thot, o Zot, thot, unë po të besoj, edhe është një prej profetëve vetëm që e ka një zonin e Zotit, edhe thot, o Zot, unë po të besoj, po edhe po du me të pa, me rahatu zemrën. Thot I Zoti, thot, mos thot se nuk mundesh me duru, nuk mundesh me përjetu. Thot, unë po du me të pa, o Zot, okej, sa mbyll edhe hap qepallat e syve, qepallat pra, jo qerpiket, po qepallat e syve, sa mbyll edhe I hap,
e thot shikoj atë malin përballë që e ki, mrenda një hapje të synit edhe të hapjes edhe të mbylljes, komplet mali bjerë në tokë. Pra bëhet rrafsh, bëhet mjegull për rreth atij mali. Prandaj nuk kemi na sy, nuk kemi na diopri për me pa Zotin, se ai është krijuesi jon, na jemi krijesat e tij. Ai ekziston njësoj siç ekziston ti. Njësoj, ama unë s'pesho, po ti nuk peshe as mendjen tënde, po mendja jote po funksionon. Ti nuk peshe as në ndijen tënde, po vetëdia jote po funksionon. A në ndijen që ta ka kriju Zoti e ki 85%. Mund është ti me vdek edhe në ndijen tënde me shtin varë, pa e njoft veten. Prandaj pejgamberi ka thënë, men arefe nefsehu fe kad arefe rabbehu. Kush e njeh veten e vet, e njeh Zotin. Tash proporcionalisht, psikologët, shkencëtarët thonë që 15% i trurit ton është i vetëdijshëm. Prej familjes, domethënë. Njerëzia e ka të vetëdijshme trunin e vet minimumi 15%, qëse është i mençur, qëse nuk ka probleme psiqike. Se fëmia kur është i vogël ai punon vetëm me instinkte, nëse e djeg dorën ma nuk e prek pllakën e nxehtë, sepse vetëdijsohet. Ndërka që 85% është nën vetëdia jon. Kështu që na nëse nuk e ushqejmë këtë mendjen emocionale edhe mendja analitike është 15%, a 85% është mendja emocionale që Zoti neve na ka kriju, derisa na ato ndjenjat e tona, emocionet e tona nuk i shprehim, na nëse nuk dim me lexu, nuk kemi me lexu, nuk e kemi ushqy veten, po vetëm miremi me mendimet negative, vetëm i shohim sendet e këqija, nuk i shohim sendet e mira, atëherë kjo mendja jon flen. E që ka thoni Imam Aliu, nëse mundesh deri në moshën 30 vjeçare me kriju personalitet, atëherë me njëherë si të krijon personalitet, si të fillon me njoft veten tënde, ki me fillu me njoft edhe Zotin. Për ndryshe, veç je i vetëdijshëm 15% i mendjes tënde. 15% është në funksion, në analizë. Nëse e vras njerin, ka me shku në burg. Nëse e kaloj komunikacije atë semaforin e kuq, dritën e kuqe, ka me bon ndeshje. Nëse e preki pllakën e nxehtë, ka me djeg dorën. 15% është vetëdia. Mendja analitike. Kjo është pak psikologji, hina tash ku hina e ku dola. Po mësim është edhe për juve. Dhe ka 75% mendja emocionale, të dikush vdes edhe nuk zgjohet. Prandaj krijoni personalitet, ngrituni e në momentin kur ju vetëdijsoheni më shumë, në ndijen e juaj që e keni 80% e bani 60%, pra të pazhvilluar, dhe keni arritet vetëdia, atëherë ju krijoni personalitet, krijoni zhvillim personal, edhe ju i keni në dorë emocionet e juja, i keni në dorë mendimet negative, njësoj si kurse ju jeni në një anije, ju vetë jeni anija, dhe ju e keni në ndijen e ju ekziston, mirë po shpesher ajo anija, nëse nuk e gjun ato si spiralden, azit shrithen spiralda, do këtë i thënë, spiralda, është ajo si darta i thënë në anglisht në duket, është ajo si kështu, si me heker, bume i thënë, qajo bume, po më duket spiral, e kom një, okej. Edhe merë ato edhe e gjun atje të bregdeti, edhe ajo kapët për një heker, shështu si kungj, edhe ti e anija, po nëse ti e gjun atë qatë
spiralen, po spiralen, ashtu diçka, qatë bumë të spiralen, e gjun atë hekrin e rënd, edhe ti e anija, pra ti, unë jam anija, edhe kam batica, më vinë në kokë mendimet negative, mendimet pozitive, por unë e kam mendjen emocionale, edhe unë, kur e gjuja atë spiralen, pra, edhe kapi anijen për hekër, atër edhe nëse i kam mendimet negative, unë këtu jam e fort, sepse jam e vetëdijshme që kjo anije, për mos me marë këti gvallën, mos me marë mendimet negative me hum dikun në oqean, unë i gvallë e merë edhe e gjun qatë spiraldën edhe ajo kapët për hekër, edhe sa do mu kanë këto baticat, zbaticat, një jetë, problemet, mendimet negative, unë i menagjoj. Prandaj, është shumë e rëndësi, miqtë e mi të nderuar, që të merrni ta lexoni librin e Zotit. Mos lexoni romane, pallavra, send që i kanë shkruajt njerëzit. Po merrni lexoni librin e Zotit. Ama dikush thotë, valla unë s'pe kuptoj jonja do fjalë. O ti vetëm lexoje. Diçka çka se kupton, bënja një pikë pyetje. Najherë të vjen nëj mysafir, ose njoftohesh me një njeri, i thosh që ka një huri, nuk është pa tjetër hoxhë mu kanë, se shumë njerëzi e kuptojnë Kuranin, sidomos ata që e kanë lexuar disa herë. E bën një pikpyetje edhe e pyet, sepse muji Ramazan është muji i Kuranit, edhe bën një pikpyetje edhe e pyet aty edhe e merr e lexon, ama s'po e kuptoj. Ndoshta një ajet kuranor që ti kur je shumë në stres, për shembull, je diçka, s'po din çka me bë, vetëm lute, o Zot, lutem ma jep një shenjë, o Zot, lutem ma jep një shenjë, që për shembull për çet nata këshirim çapo na del këtu. Që, a beshe, cili ajet më dul për mu, thash ta pyes Zotin e të ma jep një shenjë për çet punën time çka po e bëj. E hapa Kuranin që më doli Surja Furkan, ajeti 56. Pra, e hapni Kuranin edhe e merrni e lexoni. Kjo ju jep shenja për çdo ditë të jetës juaj. Ma edhe që të shembull për ja tregoj para se më ju tregu çka më doli. Thash o Zot, luta Zotin, thash, më trego diçka për çet punën që po e bëj. Para se më ju lexu këto, po ju tregoj një shembull. Vjen një djalë i ri te mësuesi i vet. Edhe mësuesi ka qillu për rreth e lumit. Edhe rastisht i ka ndodhur një kulluese prej metalit. E dini kulluese që janë. Edhe nxënësi i ankohet mësuesit edhe i thot o mësuesi im, thot unë po lexoj, po nuk po majn mend, hiç nuk po majn mend, jam nervoz, pse s'po majn mend. Mësuesi thot s'ka problem. Merret ati që të kullusën edhe në lumë merr ujë me këto janë 100 herë. Veç merr, qështu, a met as met ujë ty mos t'intereson. Veç merre qështu, vorë ujën merre, aty mlidhen ja do zallë në send, prap ato e pastron, edhe një herë, më në fund kur e pastroni atë kullusën e pastroni prej atynve gjetheve e zalli që ka pas, kur e she, thot apo vren diçka te kullusja, thot valla po ndriçon, sa jo e metalit, që u ka la shumë me zalle, me gjethe, me gjana tjera, si na që e lajmë trurin ton me shkronja e me fjalë tjera, edhe kjo kullusja, ani pse s'ka marrë ujin, ajo e ka kry funksionin e ujit, edhe ti e ke kry funksionin e leximit, e ke lexu, fillon ajo kullusja me shkëlqy. Edhe mësuesi i thot nxënësit, apo e sheh, vetëm ti merre lexo, Zoti thot ta shkëlqen mendjen, ta jep nurin në mendjen tënde. Dhe ti vetvetiu, kur lexon shumë libra, atëherë vetvetiu të bjerë në mend ajo fjala që don me thënë. Për shembull, unë që tregimin për spiraldën e kam lexuar për herë të parë, që tu e kam lexuar çet libër, çat fjalën, edhe këqyra në çet GPT, se unë me jetu atje ka ulqinin, do shta e kisha ditë që do me thënë.
Edhe e tregova që to, e lexova për herë të parë edhe që tash mu kujtu pra që shitojnë ati mjetit, ati hekri trant. Prandaj merrni lexoni, mos lexoni libra tjerë, mbesoni njerëzit që s'janë musliman, që kur as dem babadem s'kan qenë musliman, kur kanë marrë me lexu Kuranin, e kanë gjetë veten në Kuran. E gjeni veten në Kuran. Unë për shembull e kum gjetë veten teme ma vonë kur kum punu, se unë s'jam kanë e krishtera po e pa fe. Po e kum besu komplet Kuranit, mirë po kishëm probleme me punën time, se atëherë isha mësuese e Kuranit. E normal, kisha dëshirë fëmijëve me i dhanë diçka, me hangër, me pi, me i shëtiti, u dushin paret, u dushin sendet. Edhe dojshëm me lanë këtë profesion, të shumë hajtë diçka tjetër e këta, vetëm i pësoj disa nxënës musliman 100, se nuk u paguishëm për ta. Edhe mora edhe e qela Kuranin, mëra surja Muhammed, ajeti 7. O, thash Zoti, që kam përkujtoj mirë, tha, më ndihmoni mua në mënyrë që edhe une t'ju ndihmoj juve. Dhe vazhdon thot, do t'ju forcoj këmbët e juaja. Edhe Zoti më dhani përgjigje, po mandej hina me dilem. Va, thash, që shmore ky Zoti sa i madh, sa i fort, e po thot më ndihmoni mua. Qëllimi është sepse njerëzit ordinar, njerëzit e thjesht nuk mund ta kuptojnë madhështinë e Zotit. Prandaj Zoti i dërgon disa njerëz të vet, i cakton si misionar, se me qenë misionar, me folë për fjalën e Zotit është shumë e vështirë. Jo vetëm për mua, po edhe për krejt anëtarët e familjes, sepse njerëzit janë të gatshëm me thonë gënjeshtare, sepse vetë profetit i kanë thonë, njerëzit janë të gatshëm me ta poshtru moralin, me ta ul autoritetin, me ta zbeh imazhin. Edhe ti, normal, kur nuk i autoritet, s'ki as buk me ëngër, se nuk të merr kërkush në punë, e tjera. Prandaj të nderuar miq, gjithmonë këshironi me lexu njëherë Kuranin, mandej krejt romanet e bibliotekës kombëtare, shkoni, lexoni. Nuk është hiç problem. Që surja Muhammed 505. Rishfak. Edhe thëshëm, shmëra unë e Zotit më ndihmu, unë jam krijesa e tij, unë s'kam as dituni sa duhet as ja. Zoti po thot, ndihmoni mua që t'ju ndihmoj unë e juve. O Allah. Edhe kjo ishte një udhëzim për mua. Edhe ju, që ose keni abdes, edhe pa abdes, më falni, veç gjunub nuk ban, e keni Kuranin në gjuhën shqipe. Thu luteni Zotin me fjalët e juja, një salavat, Allahume Salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Edhe lutni Zotin, o Zot, ma jep një shenje. Edhe Zoti ju jep një udhëzim. O besimtar, tash kur e hapa unë këto dhe po e lexoj këtë surën, edhe tak hasat e që ky ajeti. Shafë thot, o besimtar, që do me thonë kjo po folë për mu, se unë isha besimtare, po lypa një shenja udhëzimi. Nëse ndihmoni Allahun, presje, wow, ai do t'ju ndihmoj juve dhe do t'ju forcoj këmbët tuaja. Wow, Zoti po lyp prej meje, nëse unë i ndihmoj Allahut, ai do të më ndihmoj mua dhe do të mi forcoj këmbët e mia. Nuk është këmbët veç me hec, po të folurit, mendjen, e tjera. Prandaj, gjithmonë mos e marrni Kuranin vetëm për m'ju largu shpirtat e këqij, se kur gjë s'ban, ky kur është i mshilun, që ky pluhri që e kap kam ju mallku juve.
Qose e mani vetëm për zbukurim. Që ajo zbukurimi kam ju urrejt Zoti, pse po e keq përdorni fjalën e Zotit, veç po e man për zbukurim, po e man me marr plun, edhe nuk po merr me lexu fjalën e Zotit. Sa herë që t'ju sheh juve Kurani që po kaloni, thot hajde bre merrem, sepse ti kështu e krijon kontaktin, e krijon lidhjen me krijuesin, sikurse nona që ka lidhjen me evlatin, edhe na duhet me pas lidhjen me krijuesin. Shikoni miq të nderuar, po shkon rryma, kadal. Apo, do me thënë ose 044-509-200. Kjo është istihare që vetë mundeni me bo. Këto mësimet janë nga familja e profetit Muhammed. Ka istihare, do me thënë namaz, për me pru një vendim. Për shembull, po du mu feju me një djalë. Je beqare, një djalë po të cilët, hajde anena knena, bla bla bla, edhe ti nuk po din me vendos, ke kalu me to një kohë, t'ka pëlqy, dishka s'ka pëlqy, senda nena knena, po krejt, të mirat, as ti ndoshta nuk i ki. Kështu që, ose don me qel një dyqan, s'po t'hipët, a me qel, a mës me qel, ndoshta ku po du me marrat dyqanin me qira, ndoshta nuk është vendi mirë, a ka me pas pun, as ka me pas pun, i merrni të spitet, edhe thirrni 3 herë salavat. Allahumme salli ala Muhammed wa ali Muhammed. Allahumme salli ala Muhammed wa ali Muhammed. Allahumme salli ala Muhammed wa ali Muhammed. 3 herë. Edhe këto të spitet, ndash të mdhaja, ndash të vogla, çfarë do që i keni, i kap dikund ku të bjerë dora, qërqetu për shembull i ka. Dhe i kemi 4 numra, 1, 2, 3, 4. Qofse në fund të tespitve, këtu të kjo koka, e kun kap ka midisi për shembull, s'dia po më shihni. Dhe nëse në fund të tespitve, këtu, mbetet numri 1, atëherë, ajo punë që po don me nisti, është shumë mirë. Bane. Qofse në fund të del numri 2, ajo punë është keq, mos e bën. Qofse në fund del numri, edhe njerë, qofse në fund të del numri 2, tash e tregojmë edhe ç'është e bëjmë, atëherë është keq, mire thash. Jo shumë keq, po është keq, nuk bën me bë. Qofse në fund të del numri 3, atëherë është mirë, po vështirë, që ajo punë më bë, që po don me hap, për shembull çat dyqani. Dhe nëse në fund del numri 4, është shumë keq. Pra edhe njerë, numri 1, për shembull që po shkojmë, s'po e bëj jetë për kur gja, po vetëm juve m'ju tregu. Që për shembull, që pe kapi të spitet, qëtu, që i kapa të spitet. Dhe po e shkojmë 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Çka ka met e fundit? 4. Do me thanë, e fundit ka met numri 4. Çka thamë? Numri 4 është shumë keq. Mos e bani atë punë. Mos e nisni atë punë. Qofse të del, qofse të del 3, për shembull, prej këtuj, 1, 2, e fundit të del 3, çka thamë? Është mirë kjo punë që po don me nis, por është e vështirë. Faleminderit Beare, Zoti ta shtoft. E nëse të del numri 2, është keq. Mos e bën këtë punën. Mos e merr atë dyqanin me qiran çat vend, ose çat fejes që don me bë. Se ti s'po din me vendos. Herë po thush djali mirë, herë i keq. Kështu që e lut Zotin, lidhe shpirtërisht me Zotin, edhe merr këto, edhe ky. Nëse del numri 1,
në fund, për shembull, që 1, 2, 3, 4, 1. Nishim ka dalë. Fundit, prej këtujta, prej ku dush mere ti. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, nishit ka dalë shumë mirë. Pra, nishi është shumë mirë, bën atë. Dyshi është keq, mos e bën. Treshi është mirë, por vështirë, dhe katërshi është shumë keq. Pra, kjo është istiharja me tesbih. Po, selamzoj, a bën për djalin, po pa tjetër. Jo, Kuranin me qelë për tjetër kënd nuk bën. Po ti duhet me qelë për veti. Përveç, nëse ti nuk din, atëherë duhet dhe nuk ke njohuri, por don me pas ma shumë besim, atëherë shkon te hoxha, apo unë mundi mjo tregu, por ma mirë ju qëtë Ramazan, se hoxha i din këto ajetet kuranore ku gjinden, pse ka ardhë, pse i ka dalë, për shembull, dikujve i ka dalë për faraonin, i dul keq, dikujve i dul Salihi, dikujve i dul Musa a.s. Na kreti dim këto histori. Prandaj, po ju tham, lexoni gjatë muajit Ramazan ka 10 fletë, po edhe unë do t'jem me juve. Do t'jem me juve çdo natë në Ramazan edhe hala shumë gjëra tjera kam ju mësu, por po jani like, po jani follow, mos pritoni, shpërndane, sepse keni edhe ju seva. Për djalin këto, për djalin tesbihet bën, a Kuranin vetë djali duhet me hap Kuranin. Ose m'ja hap une, po djali direkt me thënë mu, a bën me ma hap Kuranin për me ma dhënë një shenjë, Allahu Gjeleshanu, çka me vepru për këtë punë. O Allah, mbushi zemrat tona me dituri të kuptuar, dritë, turim dhe besim. Na mëso, o Allah, dhe ne mos na lejo që të jemi të paditur, na bëj që të mbajmë në mend dhe mos të harojmë. O Allah, Rabbi, shrahli, sadri, vejasirli, emri, vahlul uqdatan min lisani, yefqahu qawli. O Allah, falënderimet tona i kërkojnë vetëm Allahut, krijuesit të gjithësisë. Selamet tona qofshin përmbi profetin Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij. O Allah, bëje që kjo orë, kjo mbrëmje, të jetë paqe, begati, shëndet, shërim të smundjeve, pasurim të varfërve, ruajtje të burgosurve dhe të atyre që janë në hijen, në strehën tënde, ja Allah. Jepu pasuri atyre që nuk kanë, jepu furnizim atyre që nuk kanë. O Allah, bëje të mirë jetën atyre të cilët e kanë të mirë, bëje edhe më të mirë, por me të vetmin qëllim që të ndihmojmë njëri tjetrin, ndërsa atyre që kanë të vështirë, o Allah, bëja më të mirë. O Allah, për hir të profetit Muhammed, falna në mëkatet tona. O Allah, vetëdijsona që jemi dhe udhëzona në rrugë të drejtë, o Allah. Ja Allah, fejoji të pamartuarit, martoji të pamartuarit, paqëroji të shkurorzuarit, jepi mençuri atyre që nuk kanë, jepu detyri atyre që nuk din, jepu furnizim atyre që nuk kanë, jepu mëshirë atyre që janë të fortë, jepu dashuri atyre që nuk kanë, po dashuria për ty le të jetë mbi të gjitha, o Allah. Falënderit Zotit që jemi të gjithë këtu së bashku dhe të na pranohen
lutjet tona. Esselamu alaikum, natën e mirë të nderuar miq që janë mbar botës, kudo që jeni, ju dua shumë si vëllezërit dhe motrat e mia. Më në fund, natën e mirë. Faleminderit Behare, mos u harxho. Dëgjohemi herëve tjera. Natën